بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, salatat dhe selamet I dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe çdo njeri I cili ndjek me gjanari rrugën e Muhammed Mustafa dhe yawmul qiyamah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lusim Allahun që të jetë nata e kadrit. Inshallah na ka kaluar. Se në qofë se nga ka kaluar, kemi shku të mëngë, edhe në ibadet, edhe në lutë. Lusëm Allah që s'na ka ikë. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam jo shpjegoi fenë sahabive atyre të cilët janë selefu salih, ata të cilët e morën mësimin nga Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam e kuptuan rëndësinë e dunjas, se këtë dunja e ka rëndësinë e caktuar. Qëllimi I saj është qysh me mujt me gjetë vegzën, lidhjen, për me shkue nga rruga e drejtë, sirat mustaqim. Sepse në këtë dunja, Allahu Jalla wa Ala ka thënë: "Wa hadaynahu an-najdayn." Wa kemi dhënë juve dy rrugë. Rrugën sirat mustaqim, rrugën e Allahut, dhe rrugët e tjera janë rrugë e djallit të mallkuar, Allahu na ruaj prej saj. Edhe në këtë rrugë ka njerëz, po edhe në këtë rrugë ka njerëz. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam pasi që Allahu ja boni të mundshëm me shkua dhe me ju paraqit xheneti dhe xhenami, që ishte një kënaqësi e madhe kur e pa herën e parë, e kur e pa herën e dytë xhenetin u dëshpërua shumë. Por arsye se e diti që shumë pak prej insanëve e mujnë me meritu. Me çka ishte rrethuar xheneti, me sprova të ndryshme, me probleme të ndryshme, me pasabër, me bela, e shumë tjera që po më I numëroj, dhe njeriu bjen sprovë këtu. Pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ja sharoi sahabëve atë duke I thënë: me ditë atë ka thonë qa dihune, me ditë ju atë ka dihune, le bekejtum këthirën vë të rritëm qalilën. Të të qojshë shumë e pak të të qeshë. Sepse Allahu Jalla wa Ala ka thonë, pas është betu në kohër, wal asri, inna l'insane le fi khusër. Pasha kohën, zdo insan është humbje. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Përveç atyre të cilët besojnë. Besim nuk është me thonë ai Zotin e besoj. Jo, këtë njerëz nuk të besojnë. Sot Allahu në Kur'an: "Wala insa indahu man khalaqa as-samawati wal ard la yakuna Allah." Krejt njerëzimi. Unë me thonë, kush I ka kriju qiellin dhe tokën, thënë Allahu. Edhe ata që besojnë Allah që mo Zot. Lere mo ata të cilët e ndi vetën besimtar. Me përjashtim ata të cilët besojnë vetëm se I vetëm I krijuesi I kësaj dunjaje është Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe neve Allahu na ka kriju pa vullnetin ton, a na ka veti kush jenë arë këtë dunja?
Shkak i vdekjes në Indja. Por ata ndërruar vëllezër musliman. Çdo herë fundit hyrën në finale. A keni po ju atë ekipet apo atë lojë që u luajnë në lojët olimpike? Dikush i përcjell, dikush janë për të heqë. Mirë po, kur vjen finalja, interesohen më shumë. Kush? Ato dyja, ja, unë ja tjetër. S'mund me barabar. Atëherë, në finale dihet se kush është numër 1, çka merre me ndiku unë e molla. E finale e insonit, jeta njeriu është një lojë, një aktiv, një gaz, një luftë. Me të cilën njeriu duhet të ballafaqohet me energji të ndryshme, shpirtërore, psiqike, fizike, materiale, ato që ka rrethoj, metafizike, krejt do të shpirtëror, të gjitha kompetencat, por të mund t'ju ballafaqohet probleme me të cilat jeton ai. Por ndryshe, do të shkoni humbur, do të shkoni si qenë rrugë të popullore. Se me një herë rrugë gjëna të para, edhe njeriu automatikisht kur nuk di çka me bëhet armik i vetvete. E kur bëhet armik i vetvetes, e çat vetëm ka. Keni dëgjuar plot po që të vjen kanë. Pse për bora në kursin ani që më ditë kush vetë. Se me çast komë që ka pas, van frikë madhe, do pas i mund. E tash, pasuri bon, po i mund sto. Sepse zemrat tona janë të bushura me muzikë. E ato edhe muzika, edhe Zotin e ujë më mund dyja pash. Muzika e se Zotin jashtë. Po të rrugë. Që e muzika? Rukja të shajatin. Muzika është rukja të rejtë. Me cilën tërhejt, si kur se e lidhë një kufër me te, edhe ja gjuhë kullës, kur të hanë kullë, kufrën e ngrejtën e ka duhe. Qa është të drejtë me unë muzikës? E të putë të e në zemër ty, nuk mërri pa ta një dëgjohen, me ndëgjuhe, truni ashtu, edhe qka mati e bo, i mbarur për i saj. E të të përzën, është i zbehur besimit. Para të këmë Allah, ille ledhine amenu, wa amilu salihat, nuk mjaftove që me besu tash, po dhe vepër veprat mira. Amilu salihat është e përgjithshme, çdo vepër e mirë që e bëron insani. Vetë mirë me menue, të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajabu li amri al-mu'min, çuditës me çështën e muslimanit është. Vetë me menue, i shkruhet sevap, qysh? Në qoftë se e rrug beleja, e bën sobër, është hajër për të. E në qoftë se e rrug e mira, falet për të, është hajër për të. Si e mira, si e keqja, por muslimon është hajër. Mandej, kur aje me nërë me boni vepër të mirë muslimoni, e shkruhet të Zotit sikur se me bota monite. E ke bon jetë me shku në haqë, si vjetë, inshallah. Edhe, kur e bëjsh jetë me shku në haqë, me rejnë Allahot Azza wa Jall, edhe të kur shkon, e kitë plot sikur se me shku në haqë. E më me shkuet, i shumëpishohet me mija haqë. Kurse për të keqen, qofse e menon të keqen dërrua vëzër muslimoni, e nuk e punon, i shkruhet të vë. E dhe raket, që ka me bo logët në kisë një të keqen se bërë. Por e këtë arsyën, të bërë, i shkruhet Allahu të vë, që se boni të keqen. E që të bërë, i shkruhet vetëm djemë, jo dë, po vetëm djemë më kahë. Nuk e rritë Allahu më gatin, dhe më gatin nuk është që rritët, që shumë zohet, asë e, si kur të shmet më kasi mu shumë zuhe, që të shmet më kasi mu rrit, Allah. Por ata, Allahu Gjallu Ala, të i vepra të mira, i ka me të dy vepra të mira. Do të thotë dhikrë lë khas, ba dhe am. është një qështë në retorikën arabe, kur përmendën e veçanta pas përgjithshme, ka domethënie të veçantë. E këtu Allah ka thonë, me përjashtim ata të cilët kanë vepruar vepra të mira, besuar dhe kanë vepruar vepra të mira, e pe vepra të mira i besojnë dy vepra të mira. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
që të dyja janë dy ndihmë kryesore që i ndihmojnë njeriu për një rrugëtim për me shkuar drejt rrugës së drejtë. Në qoftë se njeriu nuk i ka këto, prapë edhe mi fond vetë në punën e mojt. Prapë edhe mi fond vetë në punën e mojt, por as Allah Allahu xhelal të wartau në mënyrë reciproke. E ndihmojnë njëri tjetrin musliman në mënyrë reciproke. Unë të ndihmoj dy si ndihmon mua. Në çka? Të wasau bil haq, në haq. Haq është, a dini çka fjalë haq, kuptosh? E vërteta, e drejta. Rruga mustaqim, siratul mustaqim. Haq është dini Allahut. Kur e shoh që oni tjetër gabim, i themi istaqillah, tu që Allah çaj të bëj kështu. Kur e shoh ti do të pidon, dhe mos pidon tu që Allah çaj të bëj kështu. I thoi, duan gjithë. E shumë të bërë aki, mos pesë në bënë. Le të penaj, të të kryet, po e kjo obligimit në thotë bënë. Të hdhirë. Se Allah Gjelluare ka unë bigameri sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnake bashirat, wa nadhira, ne kemi të dërgut jo Muhammed përzuën, mi përzuën gjene, po edhe mi përzuën. Këda e se me pikë to, me bëhë to në gjëna, të vërë bil haq, të dërgot dhe zë musliman, është fanë. E kemë fanë. Pse? Por arsye se kjo shoqëri në të jetojnë, jetë të lidhur njëri me tjetrin. Wa tawassaw bil sabr. Edhe me kështu jo të sabër. Nuk mjafton, valla më thonë, qëra filoni botina, s'ka nevojë me shku me thonë, do sabër, se ka dik djalli, se ka dik familjen, dikush, a diçka. Ka ndodhur një fatkeqësi, aty po ke vonë ndeshja, një incident, a diçka. Do të shkojmë po sabër, dhe më thonë inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sa ti duhet të kujë një problem. Çfarë do problemi që ka? Se e rëmës posë në telefon dhe thuj, o vlo, do sabër, vlo, motra, kur të sjetë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me përkujtu atina, sepse përkujtimi bëdëbi, dhe Allah Gjelluale ka thonë, vëllëk këtë fa inna dhikra, të në fa'al muminin. Përkujtaj, musliman se përkujtimi e bëdëbi. Dhe momentit, përkujtimi njëri tjetër ke përkujtue gjendje e smerushme apo në gjendje të në të palakmushmaj është obligim prej obligime të fesë tonë e të daruar dhe të musliman. E pse e tërgjë që thash për me shku në rrugën në stëtrim nuk mund është me shku e metën. Për ato në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar neve al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ka thonë men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Kush është për juve në skeshe, le të ndryshoj me dorë. Le të anon, stop! Që bërëm Allah për qika ja, dhe i sot i dorë të lakë, pyve dorë. Edhe të prukë fore, të prukë policine, unë mikune, e të shkojë burge, dorë. Shko më? Stop! Aje qika në po, të unë të me e shto. Da shtë vjemi të shke, da shtë në gazeta, da shmanena. Maroma, me nësi, shto, Allah më për mjera për të njerëzit. Ha? Shtu këptuat të dihti. Baba për fmine vetë është emër, urdhër, e jo në shuhaj të ri. Men ramin ku mund kërën kushen që ati ku që të kese, le të ndonë të dorën e di. Fa e lem jesë të ene së të udhët, e së mundët. Allah, o shërë muslimat, unë i la ila ila. Ka të briti po dhejtë marë pasur. E ka ditë, mundët më koni ma, më koni i vordi, po qeshe, po, Tuzi asë dënjonë asë ahiretit. Tuzi asë dënjonë e asë ahiretit. Fa e kam jesëti, fa bi lisani të quhë. Flet bilit. A brebia jam, qaj e të posë i Allah e të të zonë. Mëskof qika jam. Qaj e të po kështu ose djali jam. Qumër e fare namazë djali jam. Ku do me thonë heqë. Vjen gjumon boba, si ka thonë djolet hajtë hinë gjumon. Skuzan, e që skuzan edhe me thonë, se bo atje që ndon plejshve të me. Fa e lem jesë të tife bi kalbi. E nëse nuk mundet heqë, atëher me zemër. E që të që ka thonë pejgamberi sa më dhe, wa da alike edhafur iman. Kjo është zera imani. Në razera, në bo kjeri për në razera, duhet të shkyra për shkyme të të në dole,
Që është puna e si për tone, i cili ka orë puna shpidret, i shef punë të këqia, punë të fleta, punë që i bohat pa dëshirë, edhe nuk mune me ndryshu e hetë. Atëherën të ruar rëzë musliman duhet me represhu me vetën më ndale me shyrë, ku problemi? Ku problemi? Por dheri të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. E kjo është e burra të fuqishëm. Atyre të cilët e nalin keqen me dorë, nuk e lojnë. Atë kuptime, jo zullon e botë, po drejtësi, ashtu që ka thonë Islami. Shoqëria të ndërruar vëllezër musliman, nuk është shoqëria vetë çështë të tekët i këtyre punëve. E thonë të ashtu, nëse jetojmë në shekullin 21 dhe quhet shekulli apo shteti demokratik, quhet se demokratik, e bëjë ato shteti. Unë po duhet midis Prishtinës, që ato të s'ketë rëbëjo me rëzua to, edhe qeverin me maru i gjamija, mlojnë. Po demokratia, po duhet se të duhet të mlojnë. Po e s'poblojnë ka të tema, atje më të gjallë globali. 20.000 euro e të dhjema, donacion mi hupën, s'ma që me lejën të ato. Se qëfar demokratia, njeri ju ashtë i lirë me e pra, po duhet ku s'ka duhet. Apo, njone të qëre kom kjerën Matrius, po di Ferrari. Edhe rrugën për Shqipëria në mashallah në kanë e shmije, ashtë kjo edhe të shumë dhe s'kejnë. Dhe s'kejnë të rëmë. Akuzojnë a migrasë. Po, akuzojnë. Po me dorë polici, që me pagu e gjobën. A jep sirë, po? Sharia është kjo, shariati, që i tumë të ju, të ardohën e pitina. Shariati, si të ardohën e shariati, mundimoni të të hekri. Jo, bravo, nuk të hekri shariati. Po shariati, i thot në eftit, qëre, i thot në eftit stop, të burguosi, farosi, në eftit. E ku që në eftit, armiku i përbedu, i kuna, i hyti dhe jami, i që të 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 vitë. Ne e jam nuk është armik hyti, ne e jam është armik i imi personal, e sharia është rruga me unë të cilit e kanalizën ne e pëtin dhe insanin, për të etër jo për me etë rruga që i pa që e fajnë. Insani pa sharia është si pere pa fre. Insani pa sharia është si pere pa fre. Dhe që është të ka orë. Hinë ku donë, bënë s'ka donë, hinë bënë broma të dritrat, hinë ku donë. Kurse, kur e ko frenin, që ka ndurë, edhe në grejmojtat, edhe në gjalltat, edhe në ndalë, edhe shtë me jetë. Kjo është shëria. Freni, i cili e prevran njeri ju, nuk e le më të shumë më dalë me shrenu prej gjenjen të cilën e ka. Sepse njeri ju në vetë vetën e tina, ka ahmak lëk. Ka hajvan lëk, ka hajgërës lëk, është një jegër. Njeri ju është interesant, po të mos kishtë e fej njeri ju, është krijesa më e kjesja që më me ekzistu të rihe, sepse ekologikën, edhe kur ti me po keshaj, asrejshën si me po kesha për njeri ju. Për atën dhe ruë vëzër musliman, e ka pru Allahu sharia në shariate, me onë të se cilit njeri me ruë, si ku se shpi e ruë të laze. Kulme, i njeri u të jetës të tina është feja, cilën e runit. Dhe ka tërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lidhe me shoqëri. Se duhet nami intervju di kujt mund të qëre, treta janë bëjtë çfarë duhen. Këtë më të mire kuptojna, ka që po jetojnë përëndim. Edhe në messenger nësë është të folët, ma folët dhejt, janë i folët vogël, se për mi këshia në alë. Mona e më shpete e mune, qatë shka du bëjtë shka du. Jo. Se të rëtë policinë edhe mo, si drejtë më folë ma thorët dhejt. Gjumit, pasë regula. Shëria, shoqëria është ajo shoqëria e cila duhet të erdhë dhe shteti njeriu dhe edhe sot nuk i bën dëm mos pori vetë. Mos pori vetë, njeriu mos pori vetë, e tjetrit. E ai njeriu që i bën dëm vetë, por tjetër çani. Por tjetër hiç kohë, si të thonë se këto hiç. Atëherë shëriati nuk e lënë dorë për fytyrën e binarëve. Allahu subhanahu wa ta'ala e bruni këtë shëriat dërruar. Shëriat ku femra e ka pozitën e vetë. Moshkulli e ka pozitën e vetë. Baba dhe nana pozitën. Fëmija kanë pozitën. Se cili kanë drejtët e vetë. Dhe ne duhet të intervenojna çdo moment kur e shoh gabimin.
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kjo shoqëri është sikur se do udhon në anije. Edhe anija është dy kolçe. Këta anije që janë në fund në podro, duhet të përmendohet për mi në aq atje me morën për ujit detit, apo? Edhe njëri për atyre udhorës të qërë, për i bënzisë të ata në kosin tjetër atë në alë. Për i pengujë, e bon një punë, e morën një burgi, edhe i shkujna, anije, kur në mërë ujë, dhe që t'jipë shtokën edhe ujë sa duesh. Ashtë regull, këtë regull, të bëhet i qeshme. Por unë a gjamë të ujë me këlluaj ato, me gjithë, s'ka ndodhë? Po duhet të nëse ta qenë bosh, apo? Po dhe ata nënë. Ata nënë, ka duhet të bo? Duhet të intervenue. Mos milon, bine në të nevuje, edhe me morë, një në dirmuve me kua për me ujë. S'ki nevoj morë t'i konat, hajde ko. Këtu a sadakoja jo. Sadakoja të fukarat, o si kur që di, sepse fukareja, kër i këtë gjithë s'ko që me nënë s'mi, s'ma ongër me pi, s'ko qore pa vijë që kona me po të shka. S'ko qore, në shkajtër, ka dojë, rrëti ato ku je, se Allahum ka obligu mu e pasurin time, për me të stimulu. E së pas me, fukareja me ndimu veç, në Ramazan, zheq, ka me pos fukare për një vitë. Po muslimoni gjithë herën dhe e vlati. Gjithë herën. E ka të dhe më vlatit. Ndihme me madhe dhe e vlatit është që ose e pret vlatit vetë në sabër dhe në hak ndihin Allah. Sepse një riu, vëtet është jetë e lëtshme të jetë. është e lëtshme. Kur një herë një riu nuk është gjithë herë njëjë. Një ditë është ma i gëzushëm, një ditë ma hedhrushëm, një ditë i qahat, një ditë i qeshet. Mu po mi shyrë, a ma shumë qeshëm na, a qajna. A ma shumë rritë të jazë, apo gëzu. Nuk mujnë me kranësu. Se cili ka probleme, ma s'fori ka probleme me hinë para shkollë, apo i pranuat djoli ajo. Do në hapu mund kalërshën bullore, mule me kry shkollën fillore, mule me kry shkollën e mesme, mule me kry fakultetin, mule me hinë kumë dikon, mule me ato, mule me martue, apo gjokë mi aspo gjokë, nëse s'ka mi mule mu shërue, nëse ka mi qysh me agjendidarë, më nësa ato përritët mi atës me martue, me shkollue, të në ko, ashtë të ka njëpsh, tu si jetë. Qofse nuk dit, kemi dalë për i dinarve. Rrizku ala Allah, rrizku ala men, rrizku mi kanëm, pe Zotin gjellu ala, pe Allah, e të herë qëka, e jo që është dhe për muslimon, me shyrë punën tonë dhe sa përket ty. Edhe me e dëku e vlodin të, sepse dhe vlodin, ma nuk o prune jo qaj. Ajo që jetën veti, ajo konën s'kune vetë, ajo ko i dorën e saktume, ajo ko në fokën e saktume, ajo ko fmin e saktuar, ajo ko jetën e me saktuar, kush e ka saktuar që jetë ma shumë se ti, e kush në taj që jetë ma shumë se one? Kriju si ti, ajo është Allahu Gjellu Ala që në ka kriju gjithve. E Allahu Gjellu Shanu ndërru dhe zë musliman atë. Kejtë ato. Dhe në fretë në gjithve e janë, kur në gjennet, la ilaha illallah. O, vëzë musliman. Pa punë, nuk fitohet gjennet. Pa punë, nuk fitohet ahireti, dhe ne kena me i dushëm shkullë. Dhe jetë a jonë është të shku. A thu bo dhe e pra mujna me po në motën a jo. A mujna me agjeru në jetën ditën a jo. Edhe ndoshtë të dënë Allahu të merë gjuhën, a të merë mendjen, a të merë synit, a të merë veshin, a të merë një gjymëtyrë trupit. Jetët, qëfar jetë jetët? Sa njërë në kemë që është i paralizuar me vjetët të vërbishtrat, ko dëshirë rajnë marë të ju në gjami. Sa njërë në kemë, e kemë o gjënë tonë Osmanin, Allah në sharohë, të në amin. Farhoqë i madhë, qëfar dhije, kur shkova me ba, i shgozë kila njëri, dhe i thash, hoqë që tash dhija jote të ty. Të mjaftën, se njëri u mund me di, për krejt, për veti për kjetë dhe. E njëri u kërë në zene, mund me hu, por Allah që liwale e qëtë mundit dhe kuj, për me fitu kanë, gradën e shahit dhe këtë Allah e bëhë në të bjara dhe që vërtet e ka një smundit të rralë, një smundit shumë interesante, vrasë e cila është të mytë nga dalë, pjetë, po e ndë nuk e ka humë logike. Ashtu e falët, ashtu bëndikë.
Sa ditë e gjëmatë qarë për ditës, unë me një mamin dhe, e lutë Allahun azza wa jall, për muslimat edhe për vetë vetë, mas parë për muslimat. Edhe pse nuk mundet të folë. Nuk mundet të folë, vetëm shkru. E tash, edhe ne mujme në godit një gjëti. Më bo me në goditim, miri ka bati, qëre. Qëre që ka boj që e gjithë, jo bëtë. Allahu azza wa jall i rëbë që e donë për me qunë gjenet. Dhe dikush që ka lutë Allah të qerish për gjenet, kam jadon gjenetin. Por në ashtë të njeri ju ka nevoj për faktru. Ama mirë o dhe muslima njeri ju mu faktru këtë dënja, anë zem gjenetit. Qëre ma mirë? Këtë dënja. Por ata njeri ju për lutët me shtëpë për fëndaj. Muane me. Një najën të lutë për shtëna. Edhe më të dikush, ka puna jona për lutën për një hava. Unë që sot e të lutë Allahun azza wa jall me shku në haqë, badi hava, ja. Ajë që e zemë nuk thëtë badi hava, po këzohë pashë. Inshallah dhe shumë jetë të mshëm, e të Allahu është të pranu me e doa. Se të doja, ose vje me një herë, ose të të përgjitë me vënet, ose të talet, për ahiret. E për ahiret, e ditë që shquhët një, ose surprizë. Doja e ahiret është surprizë. Një pako, e pa hopne, që e ditë vetëm Allah që ke lutë. Dhe stiki më përgjetë që më dhunë logari dhe runa zëtë veprat e këqia, të kanë mujtë veprat mira. Veprat e mira e në raport, veprat e këqia e shkunal, dhe ta shkur të faj si peshojën tone, se veprat mira pas ke pak, veprat qia shumë, qka je me kuptue? Je me kuptue se te, me drejtsinë Allahut azza wa jall, ke më shku zem gjenemit, Allah në rrudja rabbi. Allahu jalla wa ala këtë moment, kur e shërë o për vetë të bitë dhe i në të veprat e veta, kur i shërë. I thëtë Allahu hapnja pakë, hapnja së prikën. Kur i sheh o lutë, dikush o lutë, o zëtë amë fëmi. E si ka omë Allah fëmi e së këtë. Dikush o lutë, o Allah shërëm, e së shërëm të të një. Dikush o lutë të të një, o Allah bëndë pasër, e së pasëru këtë të një, e së shkojtë, po ka në të që. Dikush ka lutë Allahën për diçka, si po dhëmë të që. Dikush ka lutë Allahën, o zëtë të mu shku në asë të që. Dikush ato heq. Kur e hop ato, do të humbi, dhe shkoj veprat. Edhe do të jepët Allah do të s'ka po s'gjerë rubi, s'ka po do më shku në stash. S'ka po do më shku, ka sina të jere gjenetit po do më një. Sa po në të më pyte, a gjenemi, po në pyte sina të jere gjenetit po një. Kurse si pytin e dy, apo përgjitën e dy që thamë, e lemë Allah më vohët, por që e mund unë e lutë apo Allah, po duhe më shku në haqë. Dhe Allah nuk më ka pranu doa për më shku në si vjetë në haqë. Do të Allahu azza wa jalla në mëdheke më të shku në haqë. Po bënë Allahu nëse për i pranimit gjumës, që unë e kumë bëllë utje, më pranu e dikush për të tërnipave të minja tje, më kumë për i gjatë që ku shkone në haqë atje, me bo një dhe për të minjët, që mi ato hajrit, edhe une, edhe ajë, edhe këtë dhurrijet i jetë. Vanesa e kësaj, ka do të thonë që Allah është kryus e i cili e të gjë. Do të thonë, Allahu jalla wa ala kur kryuti gjumët. I këtu ka ozot Allahu t'i vjen marë dhe turp, në t'ju përgjit të robit ti. Të pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, Allahu t'u plohat me robit t'ua i gjadur në ashtë, ja Rab, wa mat'amuhu haram, wa manbatuhu haram, wa kulliya bil haram, fa istajabu leh. Sa ti kanë gjithë të robit unë, lanë sa të ngushtu Allahu azza wa jall, a i të t'i ka shumë për balon. Te e shati ka vesh haram, ushqimin që e ka omër haram, rjetën që të rritë me haram, e qysh Allahu t'ju përgjith atina me haram. Qysh? Në gjokë të dojnë që Allahu më në përgjith, te s'paktrujnë të të vejtën. Se marën dhe të këtrullë të vejtën, me lejnë Allahu azza wa jall, atëherë, nuk kemi qenë për e tyne që s'kam në pranu doja, po kam në pranu ja rëmë lërimit, e nusëm Allah që inshallah është në 84, inshallah nuk në ka halu në 84. Dojë amin. S'kena bo sa duh. S'kena bo sa duh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 2 rekate, i ka lezu 7 surët Kur'an.
7 surat e parë, të fundit na me letër e kemre të kosh të një përmend. 7 surat e parë. Është një recitat. Një recitat të fakt. Lërë më të dy. E ju kanë oj kam. Të vëllë. Wallah, me ditë ato që shëndi. Po, unë e pjesëm juve. Me ditë ato që shëndi. Nuk i shiku që gut një korë. Që këshive ku. I kështë në më zinë. Prit për dhe pak më së gotë. Të tjë dhe më pak. Prit. Më së gotë. Të rije dhe pak në stakë. Sëpse njëri u që rrë në stakë. Duke bëllë dhe kërë Allah në azdo e gjithë. Kush bja salavat me ta? Kush? Me lasët. Me lasët në të për ty, për neve, për juve. Për sopin e parë. Për sopin tjetër. Për kejtë gjëmatin. Me lasët në të. E gjëmatin jo. O gjo. Ta hup këtë trimi. Ta hup qëtësimi. O gjo, kutu. Ka po esë mëre. Farë në kështë në kapër të rrët. Musa penga. Na po dojnë më bashku në shpitë zotë. Kjo është pia zotë. Po dojnë më bojë vazhe. Mu kënon. Ati që se rrjet e të njashtë. Ati që i rrjet e të rrjet. Dhe të kënosëm. Atëherë që ose një kënosëm. Na kënosët shpirti. Na kënosët zemra. Nimi krasi. Gore këni që përja të ju e tini. Unë nuk e di. Unë e friti ju. Mu i vjo doptue. Mu i vjo doptuen. Në rukuën të i dhe. Atëherë qka, qofte ju dhije një knatësi, jo lodhje, një knatësi, që është pyjtë për një. Që është pyjtë, qofte ju një lodhje, molitje, ju mërë gjumi, që këtë grosë, që ta nuk po me nguhe, që e të bojë, e të bojë për të shia, ku me di që e të bojë. Opo, atë e të bojë për të shia. Se në bërë. Me lërgu pa. Zhurën e modë, vetë gu. Pa zhurën, da shkejtë një një. Ato jenë po në gjënitët, a shkejtë në drejti. Ka dy kënë po zhurën. Lapë, se gojnë, bile, ta shumë të regojnë lote, edhe flosin në namaz. Flosin. E të a dhe sënanë? Po të regojnë mëzini për një gjamati këtu, ishtë të porë të javë e hajtë më përporë që ishtë. Të dhe. Shtë javë ati i boltit? Po. Dhe që ka thonë namazë ka thonë. Sai all'interno del mio sono le 2 o 3 ma era buona ciò da dire hai parlato culine bravo trovato subhanallah ela racconta ras asbolte tradotto fuori da dolore interessante io voglio che posso da porpora stare dove vietere. Edhe gjithë në gjëllarët ja kanë shpojnë në modën me kullu Allah, minota i natë. Gjithë. Minota i natë kullu Allah. Edhe i kanë virë kullu Allah në minota në qëtur. Edhe tash, vjen imomeri, dhe kur vjen imomeri, një surë tjetër, edhe i pështi edhe. Pja kënë e përmanë, o gjo, në i stari dova që të në e të mëshme, e do më mos koncentrimi namaz është këtë, Allah i këtë. Pasha një Allah. E ka mërë rëjtame ka tim, së nga dhe ullja më të të namaz. E ka tim, njëherë isha student, një studime, e kisha në orientalistikën edhe fakultet studime, e kjo me para të më shku në Arabi, edhe isha të faqë, gjami të kolla jaha. Të faqë, une me një kolegë time, në është imam në breg, atje në kodra prima, nuk i shkon hoxha, e shkon dalë dikush. Edhe na një unë i tjetër, kur shë bërgjëstojmë, nuk kjo një gjamë në zi, valla se një. Ja një që të valla, sa një gare, në mënë. Do të mos të 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 nga mërë e të ka. Ai që mundi po dyre qonë, të bashkë ku menja kërta, ku më japon jenën? Gjybe. Ku më japon gjybe? Ka më njënë gjybe, po gjybe ku më japon. Dhe, Aliu radiallahu anhu ka garuve, me njërën për sahabive të
Burra, edhe të të li ure e Rasulullah, që dhe një tjetër dhe hinë Allah, Allahu Ekber, Hazreti Alia ka të një rëzek shumë Allah, veç të kbirin të dhe tonë, kërë ka marë, të po më hindu, ka marë karakterit. Allahu Ekber, edhe li dhurtanë, ma li dhurë, me tja, si të majtë, i qëtë, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Abel Allah, ya Rasulullah. طمن هنا نماذج شوي مانع ما يرجع من عليها ميزة ما مر تصل نيجي مثلا إنسان هذا كابوينا قلت له شو كيف يصير قديمة ده أنا فتيش من قديمة توه سبحان الله أبشر قديمة تانية شكرا الله تعالى اليوم الحمد لله تجنوها سيريا Se pikon orë era, unë alhamdulillah. Që shoku I bëhet gati oli tjetër. I bëhera për dita, për dita. Atëherë, masë nuk përdi era gjënoha të tona. Veç zonë e gjënoha të mia. Unë e që I këmë vetë. Gjumëtëm Allahu për që të gjënoha. Me emër. Allah ka më nënkar me lejë Allah. Kur dojnë për Ramazanit, shumë nuk ka se të jemë me lejë Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ليش نفكر أن يقنعت زيارة استقبال يلا